Hyrja e Louis Zeylit në shtëpinë e Big Brother VIP krijoi një efekt të menjëhershëm në publik. Brenda vetëm 3 ditësh, ai arriti të rikthente interesin e një pjesë të madhe të audiencës që ishte distancuar nga formati. Prania e tij solli dinamik, humor dhe tension pozitiv në shtëpi. Batutat, qasja direkte dhe mënyra si ndërvepron me banorët rikujtuan sezonin kur ai ishte protagonist kryesor. Një periudhë kur shumë familje mblidheshin për të ndjekur spektaklin live. E njëjta gjë ndodhi edhe mbrëmjen e dieshme ku rrugët e kryeqytetit ishin bosh. Sipas reagimeve në rrjetet sociale, shumë ndjekës pohuan se formati u ringjall për disa ditë. Pas daljes së tij, një pjesë e publikut deklaroi se e ndërpreu ndjekjen live. Ka komente që flasin për rënje të menjëhershme të shikueshmërisë pas largimit të tij. Të tjerë kanë kërkuar rikthimin e tij në shtëpi. Në vetëm 3 ditë, ai arriti të krijojë diskutim kombëtar, reagime masive online dhe një ndjesi nostalgjie për sezonin ku ishte figurë qendrore. Kjo tregon ndikimin e fortë që një personazh i konsoliduar mund të ketë mbi një format televiziv. Në fund, mbetet e qartë se prania e tij ndikoi ndjeshëm në perceptimin dhe energjinë e spektaklit dhe kjo u reflektua menjëherë në reagimin e publikut.